Unë sot jam në vendlindjen time. Së pari, duhet të përshëndes këtë ditë të mrekullueshme 7 marsit, ditën e mësuesit. Përshëndes mësueset e mia, Violeta Hasulën dhe Çelike Bojka, të cilat më kanë dhënë mësim në klasën e parë. Dhe nëpërmjet atyre, duhet të përshëndet gjithë mësimdhënësit që kanë edukuar breza të tëra. Ata kanë punuar në shi, dëbor, diell, stuhi, por asnjëherë nuk janë dalur për të edukuar në shoqëri. Dhe prej atyre jemi këta që jemi sot. Mbarësi, festa dhe gëzime të keni të gjithë ju mësimdhënës të shkëlqyer që jepni mësim në këto treva të bukura por të vështira, por anë e mban rreth librazh dhe gjithë Shqipërisë. Por jo vetëm kaq. Unë sot dua të flas edhe për turizmin, agroturizmin, për këtë zonë që mbart gjithë këto pasuri mbitoksore dhe nëntoksore. Janë shfrytzuar në mënyrë barbare dhe janë fituar me miliona dollar, por asgjë s'është kthyer mbrapsh dhe sot po të shikosh këto treva që të parët tanë i kanë ruajtur me fanatizëm janë boshatisur. Të rinjt dhe të rejat kanë marrë çantat dhe kanë ikur përtej kufive si në kohën e Maxhirollikut të vitit 1918. Po pse? Sepse këtu ata ngelen në varfëri të tezskajshme, pasi pasuria ikën dhe parat nuk kthehen për të bërë atë jetë të vitalizuar siç bëhet në disa zona të tjera. Qyteza e Sharrës ka qenë një zonë e mrekullueshme, pasi këtu ishin lokale, menca, furra, kinoteatër, hotele, pallate, shtëpia, po banorë të ardhur nga Gramshi, Korça, Elbasani, po Gradeci dhe nga mbar Shqipëria punojnë rreth 1000 deri në 2000 punojës në ditë. Pra ishte një jetë e vitalizuar. Unë i bëj thirrje të gjithë të rive dhe të rejave, të gjithë atyre intelektualëve që për arsye të ndryshme kanë braktisur këtë vend, janë larguar nga tokat dhe pronat e parëve tyre, të vinë, të kuvendojmë këtu dhe të vëmë me shpatulla pas murit pushtetin lokal dhe pushtetin qendror, që të bëhet rruga, të bëhen kanalet vadice, uji i pishëm, të ketë subvencion bujqësia, po pse jo mos t'i japim pra me pak fjalë të kemi një plan të detajuar zhvillimor, pra me të gjithë komponentët infrastrukturor që kërkojnë këto treva. Ne këtu kemi toka pjellore, ne këtu kemi kodra, kemi male, kemi kemi pish, kemi breth, kemi dushk, kemi nga të gjitha, kemi lumej, kemi përrej, janë ndërtuar hidrocentrale. Asgjë nuk mbetet tu, por ikin atje ku normalisht shkojnë parat. Prandaj edhe një herë, unë do bëj ç'është e mundur që këtë trev me bërjen e rrugës ta kthejmë në një zonë të atraktueshme, të vizitueshme, jo vetëm nga banorët vendas, jo vetëm nga turistë vendas, por edhe të huaj. Gastronomia, kulinaria janë më të shkëlqyerat, jo vetëm në qytetin e Sharrastravajt, por edhe më gjarë. Po të ngjitemi më lart në Sopot, në Nenës, të lidhemi me Zavalinën, por me Holtën, në krahun tjetër me Bishnicën, në zonën tjetër me malet e Xhyrës, të Dardhës. Kjo do të jetë barkushja e dytë e rreth librazhit pas asaj të Stëblevës, sepse pa njëra tjetrën këto nuk mund të ekzistojnë. Por kjo zonë ka edhe një rësi tjetër, pasi ne jemi shumë afër me Durrësin, jemi shumë afër me Kavajën, me Vlorën, por me Tiranën, me Elbasanin, dhe në qoftë se do të ketë investime të pashtershme, absolutisht ata do vinë që fundjava t'i kalojnë në këto treva dhe pa dëmtuar fare thethin apo zonat e veriut, por këto resurse që kemi ne këtu duhet i shfrytëzojmë, sepse edhe Rivierën, Bregdetin ne e kemi shumë afër. Këtë zonë, të cilët ne e kanë falur dhe dhuruar parë tanë, po ne çfarë do bëjmë
a do ta lëm aty ku na lan ata, apo do ta çojmë më përpara dhe fëmijët tan të gjenerojnë pasuri, të gjenerojnë të ardhura dhe t'i kthejnë vitalitetin dhe t'i japin një frymë maksimale trevave tona. Zoti ju bekoft dhe mbarësi.